Rritja e pagave në Shqipëri po zhvlerësohet me hapa të shpejtë nga inflacioni i lartë, sipas të dhënave të fundit të bëra publike nga Instat. Edhe pse paga nominale mesatare ka këpërcyer kufirin e 86.000 lekëve në tremujorin e fundit të vitit 2025, vlera reale e saj ka mbetur shumë pas. Statistikat tregojnë se paga reale për të njëjtën periudhë ishte vetëm 72.225 lekë, çka nënkupton se ajo është 14.759 lekë më e ulët ose rreth 17% më pak se vlera nominale që marrin qytetarët. Paga reale mesatare mujore bruto është indeksuar nga Instat me inflacionin, duke marrë si vit bazë vitin 2020. Kjo do të thotë se me rreth 86.000 lekë në muaj, një shqiptar blen sot saktësisht të njëjtat mallra dhe shërbime që në vitin 2020 mund t'i blinte me vetëm 72.000 lekë. Ndonse pagat e qytetarëve kanë pësuar rritje në vlerë monetare, fuqia e tyre blerëse po bie me hapa të shpejtë, duke dëshmuar se hendeku ndërmjet pagës reale dhe asaj nominale po zgjerohet vazhdimisht. Në fillim të vitit 2023, kjo diferencë ishte më e ulët, në nivelin 12%, por duke qenë se çdo tremujor reflekton inflacionin e akumuluar që nga viti 2020, distanca mes asaj që paguhet dhe asaj që blen paraja po thellohet. Këto të dhëna dëshmojnë se standardi i jetesës po përballet me një presion të jashtëzakonshëm, pasi të ardhurat më të larta nuk kanë arritur të neutralizojnë shtrenjtimin e jetesës, duke e lënë konsumatorin me një fuqi blerëse dukshëm më të dobët se në fillim të kësaj dekade. Rritja e çmimeve po ecën me një ritëm shumë më të shpejtë se sa rritja e të ardhurave të familjeve shqiptare, ndërkohë që vonesa e reagimit të tregut të punës bën që rritjet e pagave nga punëdhënësit të mos e kompensojnë dot plotësisht shtrenjtimin që ka ndodhur muajt e mëparshëm. Ekspertët vlerësojnë se diferenca ndërmjet pagës reale dhe asaj nominale po thellohet edhe për shkak se rritja e tyre nuk erdhi nga rritja e produktivitetit në ekonomi, buruar nga investimet apo teknologjia, por nga presionet e fuqisë punëtore për shkak të mungesës së stafit. Për rrjedhoj, rritja e pagave me vendime administrative dhe presioni i tregut e stimuluan edhe më shumë rritjen e çmimeve në treg, duke ulur në vërtetësi vlerën reale të parave në xhepat e qytetarëve.